Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë së Vallt të Dejes arrestuan 42 vjeçarin me inicialet LM banues në Laç pasi ka thyer masën e sigurisë së arrestit në shtëpi. Ndërkohë, oficerët e policisë gjyqësore kanë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi për një 65 vjeçar banues në Beltoj pasi ka thyer dhe kanosur një punonjës policie për shkak të detyrës. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisën procedimin për shtetasen IF banuese në Shkodër, pasi nga verifikimet e kryera në subjektin e saj rezulton se ushtronte aktivitet në mënyrë të kundërligjshme dhe se kishte punonjës të paregjistruar. Edhe nga sektori i qarkullimit rrugor u procedua një 26 vjeçar, pasi automjeti që drejtonte u përplas me një automjet tjetër, duke shkaktuar dëme materiale. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë së Velipojës shpallën në kërkim shtetasin MB 25 vjeç dhe 31 vjeçarin SB, banues në fshatin Pulaj, pasi dyshohet se kanë goditur me sende të forta një 59 vjeçar për motive të dobta. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.